Mjeku çudit botën, djathi në darkë shëron këto 3 sëmundje, ja kush duhet ta konsumojë menjëherë. Djathi është një ushqim i pasur me vlera dhe i mirë për organizmin nëse konsumohet pa e tepruar. Ai është i pasur me kalcium, një mineral i nevojshëm për kockat. Djathi përmban gjithashtu proteinat të cilat i nevojiten shumë organizmit tuaj. Djathi nxit dhe përmirëson gjumin, por nga ana tjetër për shkak të yndyrës, ai mund të shkaktojë probleme me tretjen. Nëse konsumohet direkt para gjumit, yndyrat e djathit mund të prishin cilësinë e tij. Në këtë video do të mësoni cili është roli i djathit te gjumi, cilat janë përfitimet dhe vlerat nëse e konsumoni çdo ditë sipas Healthy. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Djathi për gjumin e qetë. Një studim i fundit britanik të cilit i referohemi arriti në konkluzionin se ngrënia e djathit një orë përpara fjetjes ndihmon t'ju zerë gjumin më lehtë. Roli i djathit te gjumi atribuohet një aminoacidi të njohur si triptofan. Ky aminoacid përdoret nga organizmi për prodhimin e hormonit serotonin, që rregullon humorin, e qetëson njeriun dhe përshpejton ardhjen e gjumit. Kujdes me yndyrën. Në krahasim me karbohidratet dhe proteinat, yndyrat treten më shumë me vështirësi. Kjo do të thotë se nëse ju hani sasi të madhe të djathit me yndyrë të plotë direkt para gjumit, do të keni vështirësi për të fjetur. Shqetësime me tretjen do të prishin gjumin. Ekspertët rekomandojnë konsumin e djathrave pa ose me pak yndyrë. Këtu mund të përmendim djathin e Napës, gjizën, mozzarellën e të tjera, por duhet të tregoni kujdes me racionin. Nëse preferoni gjizën, ekspertët rekomandojnë konsumin e jo më shumë se gjysmë filxhani çaji me gjizë, ndërkohë që nëse zgjidhni djathra të tjerë, konsumoni jo më shumë se 30 gram. Ngrënia e tepërt e djathit nuk është e mirë për të gjithë. Djathi përmban sasi të mëdha të yndyrnave të ngopura dhe kolesterolit, të cilët mund të rrisin rrezikun e problemeve të zemrës nëse e teproni. Rekomandohet djathi i bardhë pa yndyrë, të paktën një orë ose 2 orë përpara gjumit. Kështu do të merrni përfitimet e tij për ditën e nesërme edhe për të rritur vlerat e shëndetit. Djathi është ndër produktet më të preferuar të shqiptarëve, që konsumohet masivisht. Kjo do të thotë se një analizë e 15 studimeve të ndryshme shkencore mbi rolin e djathit kanë cituar se ai është i mirë kundër problemeve të zemrës. Të dhënat tregojnë se rreth 30% e qumshtit të prodhuar në vendin tonë përdoret për prodhimin e djathit. Djathi përmban disa ushqyes të rëndësishëm për shëndetin, siç mund të jenë kalciumi, zinku, vitamina A, vitamina B12 e të tjera. Djathi është i pasur me yndyra të ngopura, ndaj deri më sot besohet se rriste nivelin e kolesterolit dhe rrezikun e sëmundjeve në zemër. Por studimi i ri të cilit i referohemi sugjeron se ky produkt luan një rol mbrojtës në shëndetin kardiovaskular. Roli i djathit është i mirë edhe për shëndetin e zemrës. Të gjitha studimet analizuara mbi këtë çështje përfshinë të dhënat e plot 200.000 personave. Ushqyerja e tyre u monitoruar nga shkencëtarët për më shumë se 10 vite. Të dhënat që disponojmë tregojnë se njerëzit që konsumonin djath rregullisht ishin 18% më pak të rrezikuar nga sëmundjet kardiovaskulare. Ata ishin 14% më pak të rrezikuar nga sëmundjet koronare dhe 10% më pak të rrezikuar nga ishemia. Djathi është një nga ushqimet me më shumë vlera dhe një burim i mirë i proteinës, kalciumit, vitaminës dhe mineraleve. Krahas shëndetit të zemrës, konsumi i djathit ndihmon edhe në forcimin më të mirë të kockave dhe ul rrezikun e osteoporozës. Efektet e djathit janë të dobishme edhe për hipertensionin dhe shëndetin e dhëmbëve gjithashtu. Kjo pasi kontribon në mbajtjen e dhëmbëve të fortë dhe të shëndetshëm. Djathi përmban sasi të madhe të vitaminës dhe të kolinës. Në përmbajtjen e tij ka gjithashtu përmbajtje të mirë të vitaminës E, vitaminës K, riboflavin, vitaminë B6, folat, vitaminë B12, acid pantotenik dhe betain. Konsumi i djathit është një zgjidhje shumë e mirë që të bëhet në mënyrë të rregullt në dietën tuaj. Konsumi i 30 deri në 50 gram djath çdo ditë është një mundësi e shkëlqyer për të marrë vlerat e tij. Ekspertët këshillojnë kryesisht djathin pa yndyrna të shtuara, pasi vetëm kështu do të merrni nxitimin e mirë të organizmit, gjithashtu edhe parandalimin e komplikacioneve të tij.
Djathi është një zgjedhje shumë e mirë për të ushtuar në dietën tuaj, pasi do të luajë një rol pozitiv kundër komplikacioneve që i kanosen organizmit. Djathi është ndër ushqimet të cilat ekspertët shëndetësor e këshillojnë të konsumohet vazhdimisht në dietën tuaj. Ky ushqim i pasur me proteina, yndyrna, me kalcium, gjithashtu me vitamina dhe minerale, të cilat i bëjnë kocka dhe muskuj më të fortë, është një zgjedhje shumë e mirë për dietën tuaj të përgjithshme. Te djathi janë të përqendruar edhe përbërësit më të mëdhenj të qumshtit, siç është vitamina A, vitamina D, vitamina E dhe vitaminat e grupit B. Vitamina C nuk ka te djathi, sepse kjo vitaminë është e tretshme në ujë dhe mbetet tek hira. Djathi përmban edhe proteina të çmuara, të cilat organizmi i njeriut nuk i prodhon dot vetë, të cilat janë të domosdoshme edhe për jetën e përditshme. Minerale të tilla si kalciumi e fosfori gjenden me 10 herë më shumë te djathi sesa tek qumshti, ndërsa te djathrat e tjerë kjo sasi ndryshon deri në 4 ose 5 herë. Përbërja e kaliumit është pothuajse e njëjtë si te djathi ashtu dhe te qumshti, ndërsa përqindja e natriumit varet nga kripa e shtuar. Gjithashtu vitamina B6 që ndodhet tek djathi forcon imunitetin dhe organizmin tuaj. Djathi ju ndihmon gjithashtu të humbisni kilograme të tepërt, por edhe të rifitoni masën e duhur muskulare. Nëse dëshironi të humbisni në peshë, është shumë e rëndësishme të zgjidhni djathin me yndyrë të ulët. Gjithashtu djathi mund të mbrojë edhe dhëmbët tuaj nga dëmtimi dhe t'i forcojë ato dhe të zgjidhë gjithashtu edhe komplikacionet që i kanosen. Konsumojeni djathin vazhdimisht në dietën tuaj brenda normës lejuar për të marrë përfitime të rëndësishme. Djathi është i mirë edhe për sistemin tuaj tretës. Duke mbajtur larg këto komplikacione do të sjellë rezultate fantastike në rigjenerimin e sistemit tuaj tretës. Vitet e fundit djathi i dhies është vlerësuar nga dietologët pikërisht për faktin se përmban edhe më pak yndyrë në krahasim me llojet e tjera të djathrave. Gjithashtu djathi i dhies pranohet dhe tolerohet më lehtë nga organizmi i personave të cilët janë alergjik kryesisht kundër laktozës. Djathi i dhies ka shumë vlera ushqyese në krahasim edhe me produktet e tjera dhe ju mban gjithashtu akoma dhe më shumë më të ngopur. Në krahasim me qumshtin e pasterizuar, qumshti i dhies përmban 2 fishin e sasive të hekurit, ndërsa në krahasim me kalciumin dhe gjithashtu mineralet e tjera, qumshti i dhies sigurisht ka edhe elementet më të mirë që i parakalon këto ushqyes. Nëse keni probleme me tretjen, qumshti i dhies është më i lehtë për sistemin tuaj tretës dhe do t'i japë vlera fantastike për organizmin tuaj në këtë drejtim. Proteinat dhe yndyrnat që gjenden tek qumshti i dhies kanë një strukturë molekulare më të thjeshtë që shpërbëhen edhe nga stomaku. Si përfundim, 100 gram djath dhije i ka vetëm 250 kalori që e bën këtë produkt një zgjedhje perfekte nëse ruani sasinë e ushqimeve që të cilat duhet ta konsumoni. Djathi i dhies është një minjerë e vërtetë e bakterieve të shëndetshme. Djathi i dhies kur është i freskët prodhohet nga mpiksja e qumshtit natyral, pa shtesa të muzës. Gjatë këtij procesi laktoza kthehet në acid laktik përmes fermentimit, duke i dhënë produktit një strukturë që shpërbëhet më lehtë nga organizmi. Shmangja e pasterizimit bën të mundur që paketat me vitamina që gjenden te qumshti të ruhen më mirë dhe gjithashtu të merrni vlerat më të mira ushqyese në dobi të shëndetit tuaj, citoi studimi. Djathi i dhies gjithashtu është një burim shumë i rëndësishëm i elementeve ushqyes. Këshillohet të tregoni kujdes kur blini djath, pasi duhet të siguroheni që ai të prodhohet nga qumshti i dhies dhe jo duke u përzier me lloje të ndryshme të qumshtit ose me pasterizues të ndryshëm. Është e rëndësishme që ta konsumoni atë sa më natyral në mënyrë që të merrni këto përfitime të cilat i cituam më herët. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.